Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Ferizajt Enver Halitit të dielën ka përkujtuar dëshmorët e komunës. Ka thënë se përkushtimi dhe puna e pandalshme do të jenë mënyra për të ndërtuar zhvillim të qëndrueshëm, duke i dhënë Ferizajt mundësi të reja për rritje ekonomike dhe sociale. Në Gjakov, kandidati Ardian Gola ka theksuar mbështetjen për bizneset dhe prodhuesit lokal. Në Malishev, kandidati Valon Hoti ka thënë se në qendër të programit të tij janë gratë në qeverisje. Ai u zotua se nëse fiton, 50% e pozitave drejtuese në komunë do t'u takojnë grave, e po ashtu tha se nënkryetaria do të jetë grua. Edhe kandidati për kryetar komune në Viti Arsim Ademi në një takim me gratë e Smirës ka folur për politika që synojnë fuqizimin e grave dhe përfshirjen e tyre më të madhe në vendimarrje. Alban Hyseni, i cili është kryetar aktual në Gjilan dhe synon edhe një mandat, ka përmendur rezultatet e mandatit të parë si trajnimi mbi 1400 mësimdhënësve dhe investimet në Arsim, duke premtuar vazhdimsi në këtë drejtim. Kandidatja për kryetare të Drenasit Egzona Tërdevci ka premtuar projektet për Arsim e ka folur për turizmin lokal, ndërsa në Prishtinë Hajrullah Çeku ka prezantuar modelin e përfshirjes së qytetarëve në buxhet. Është vërtet një qerdhën e NK është planifikuar nga Ministria e Arsimit, ne në Kuvend Komunal e kemi ndoni parcelë janar vitit 2024 këtu afër shkollës, fatkeqësisht komuna ende nuk i ka kryer procedurat për leje ndërtimore. Po sa ta marrim qeverisin në Drenas, do të përkujdesem që këto procedura kryhen sa më shpejt, në mënyrë që nekosit bëhet sa më parë me një qerdhë publike. Gryka e Gashit në Nekos është një nga vendet ku ne si komunë do të investojmë duke bërë shtigjet e ecjes, vende për të ulur si edhe vend zjarre të kontrolluara. Duke bërë banorin hisedar të drejt për drejt, të artimit buxhetit, pra të orientimit të investimeve, ne po duam të krijojmë një model ku banorët bëhen vetë administrues të lagjës së tyre. Një, i identifikojnë dhe i orientojnë investimet përmes karteles. 2, bëhen pjesë e menaxhimit të lagjës në kuptimin e mirëmbajtjes. Dhe e treta, një qëllim shumë i rëndësishëm, e zhvillojmë dhe rrisim jetën komunitare në lagje, e cila për vërtetës në Prishtinë tashmë pothuajse nuk ekziston.